Për sa i përket pyetjes dhe kur më pyesin çfarë eksperiencë ka qenë gjuha rome në Universitetin e Elbasanit, është njësoj si kur një shqiptar i cili ndodhet larg territorit të Republikës së Shqipërisë jep mësim gjuhën e nënës së tij, që është gjuha shqipe. Pra nuk ka emocion të papërshkrueshëm, nuk ka fjalë që të përshkruhet një gjë të tillë. Po akoma më e mirë është që të jetë në një nivel institucional, në një nivel të cilin ti po përgatit një të ardhme, e cila do e trashëgoj gjuhën e nënës tënde tek brezat që do vinë. Në fakt, qëllimi i universitetit nuk ka qenë thjesht për të përgatitur studentët të cilët të flasin gjuhën rome, por edhe nga pjesa e maxorancës, të cilën ta zotërojnë në ato nivel, në ato pika dhe pasi të jenë mësues në të ardhmen, në ato shkolla, të cilët ka kontingjent të komunitetit rom, të mund të flasin në gjuhën e tyre, sepse dihet shumë mirë që kur ti flet në të njëjtën sink ose në të njëjtën gjuhë, me fëmijët bëhesh më empatik ose bëhesh më i afërt dhe krijon një lidhje të pashpjegueshme. Kemi të bëjmë me 5 komunitete. Nga këto 5 komunitete, 4 komunitete e ruajnë ose fise nën grupe të komunitetit rom në Shqipëri e ruajnë me fanatizëm. Në shtëpitë e tyre flitet gjuha e nënës që është gjuha romishte. Në shtëpinë time flitet gjuha romishte. Nuk ekziston gjuhë tjetër. Pra, janë është një fis tjetër, fisi nga vjen zonja, që është më integruar në shoqërinë shqiptare. Por integrimin, ose si thuash, ata integrimin e quajnë duke mos folur gjuhën rome. Pra nëse do të integrohesh në shoqërinë shqiptare, është më mirë që mos flasësh gjuhën rome. Kjo ka ardhur nga paragjykimet, nga stereotipet, nga diskriminimet. Sepse është bërë pengesë, nuk është e lehtë për një studente apo një student të shkojë në universitet thotë përshëndetje, jam Filan Festëku dhe i përkat komunitetit rom. Gabele qenge, më falni për shprehjen, por ama duhet ta themi ashtu siç është, se po luftojmë për të hequr këto terminologji që janë racore, sepse po shohim emisione televizive që i drejtohet në mënyrë jo të drejtë për drejtë. Pra për mua në thonjza është ignoranca e tillë që flet, nuk është dia. Pra nuk është vështirë. Në ikën vështrim tjetër që dua ta them, ka humbur, jo, mund të humbasë nëse nuk institucionalizohet gjuha rome. Dhe këtë po flasim për këtë arsye, siç është hap gjuha rome në Elbasan, që duhet bërë një politikë integruese për sa i përket marrjes edhe si thuaç ruajtjes së gjuhës rome dhe kalimit trashëgimimin tek nxënësit e familjeve rome të cilët janë në shkollat, qofshin fillore apo shkollave të mesme, dhe nga ana tjetër duhet krijuar në një nivel tjetër që është promovimi i saj. Jo promovimi sepse ti shef shumë publikime, shef shumë libra, shumë artikuj të cilët përkthehen në gjuhën rome. Problemi mungon nga ana tjetër kontingjenti i leximit. Pra kemi 2 pikë qasje të ndryshme. Njëra që e ruan dhe do ta ruaj dhe nuk ka gjasa të humbasi edhe për 10-20.000 vjet, normalisht gjuha e vëllon, huazon fjalë nga vendit ku ata jetojnë, por nga ana tjetër kemi ata të cilët vazhdojnë universitetin, edukimin dhe quajnë si pengesë ose mendojnë se e kanë pengesë për vazhdimsinë e tyre. Por ama po ju jap një lajm të mirë, që kohët e fundit dhe vitet e fundit, të paktën ndërmjet studentëve rom, ky fenomen nuk ekziston më. Por lajmi i mirë është që kurrikula e gjuhës rome është miratuar në nëntor të vitit 2025 dhe le të themi që kjo konferencë është ajo e cila do t'i bëjë punët le të themi më konkrete për të zhvilluar më tepër gjuhën rome. Le të themi kontributi që profesor Marcel Kurtiadis ka dhënë është tepër i madh dhe ne jemi këtu për të vazhduar atë lloj kontributi që profesori Ndjer ka dhënë. Burri im ka punuar 40 vjet për gjuhën rome, kemi bërë abetaren, kemi bërë libra, kemi bërë fjalorin në Budapest, kemi botuar në Budapest. Si njerin nuk bën ma nëna Marcel Kurtiade. Nuk ka ma. Nuk ekziston Marcel ma. Po nuk ka për arsye se ai ishte shumë i mirë me familjen, ishte shumë i mirë me shoqërinë. Unë kërkoj këtë që mos të harrohet emri atit. Të kujtohet, nga unë se unë nuk e harroj derisa të shkoj pranë, por të kujtohet me të gjithë njerëzit dhe me gjithë shtetet. Spanja, faleminderit për Spanjën që e kujton çdo vit. Se neve shkonim në Spanjë çdo vit që jepte gjuhën rome.